Mjeku gjerman i nxjerr jashtë loje farmacit. Merrni një gjethe aloe vera çdo mbrëmje dhe do befasoheni. Të gjithë e kemi provuar çlirimin që ndjejmë pasi përdorim aloe verën pas një dite të nxehtë plazhi. Ndjesia është kaq relaksuese e butë dhe me aromë të mirë, saqë nuk do të domin asgjë tjetër për të. Përveç faktit se na bën të ndjehemi më mirë, ajo ka edhe lëndë ushqyese të nevojshme për trupin dhe për lëkurën tonë. Këto janë arsyet pse duhet ta përdorni aloe verën në përditshmërinë tuaje sipas Eltisajt. Aloe vera është e pasur me vitamina shumë të rëndësishme për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo përmban polisaharide, të cilat janë gjithashtu shumë hidratuese, antiinflamatore dhe lejojnë edhe aloe verën t'jap elementë mbrojtës më të mirë gjithashtu për shëndetin e lëkurës. Xheli aloe verës ka komponent bioaktiv të cilët janë mjaft të rëndësishëm edhe për rigjenerimin e shëndetit tuaj. Ajo është e pasur gjithashtu edhe me vitaminën A, vitaminën B, C, D edhe minerale të tilla si magnezi, kaliumi dhe zinku. Të gjitha këto japin vetit shëruese të kësaj bime, duke renditur atë në një nga produktet fantastike më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera është ideale për djegjet e lëkurës nga dielli. Xheli aloe verës përmban gjithashtu veti ftohëse që mund të jetë shqetësuese për lëkurën e ekspozuar kryesisht edhe ndaj diellit në një periudhë më të gjatë kohore. Në përgjithësi, aloe vera mund të përdoret për të zvogëluar acarimin e lëkurës nga inflamacione të tilla gjithashtu si dhe puçrat, të cilat mund të shkaktojnë ekzema në lëkurën tuaj. Aloe vera gjithashtu është efektive për kujdesin ndaj fytyrës dhe mund të jetë një produkt fantastik kundër këtyre komplikacioneve. Merrni vetëm një bimë aloe vera në shtëpi dhe mundësisht përfitimet që do të keni prej saj do të bëjnë vërtet ndryshimin në dietën tuaj. Ato mund të përdoren gjithashtu si pastrues të fytyrës. Aloe vera është e lehtë për të përdorur edhe si një surum, dhe përfitimet që do t'jap për lëkurën tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më fantastike. Me që aloe vera ka një përmbajtje të lartë të ujit, ajo gjithashtu është ideale për të përdorur si serum. Aplikojeni në fytyrë pas pastrimit dhe më pas e lyeni fytyrën me një hidratues. Kështu përfitimet që do të keni prej saj do të bëjnë vërtet ndryshimin edhe në shëndetin e lëkurës suaj. Ajo gjithashtu është efektive edhe për lehtësimin e shenjave të vjetra në lëkurë. Mund ta përdorni aloe verën në zonat e thata për të ndihmuar kështu edhe qelizat e saj të jenë më të shëndetshme. Kështu vlerat që do të keni për shëndetin e lëkurës do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese. Aloe vera është një mundësi e përkryer për shëndetin tuaj dhe mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e kujdesit të lëkurës dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përdorimi i aloe verës në përditshmëri mund të jetë një produkt fantastik edhe kundër komplikacioneve. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit gjithashtu luftojnë edhe radikalet e lira përgjegjëse për dëmet që i shkaktojnë qelizave tuaja. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një prej produkteve më të mira ushqyese në dobi të lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Aloe vera do të ndihmojë ndjeshëm edhe me tretjen. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave, të cilat do të bëjnë gjithashtu mrekullinë më të mirë ushqyese për shëndetin e lëkurës, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke siguruar mbrojtjen më të mirë të saj. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacidet kryesore natyrale që kërkon kështu trupi i njeriut. 8 të tjera mund të merren përmes edhe konsumit të pijeve dhe ushqimeve.
Aloe vera do të ndihmojë gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen më të mirë të rezultateve fantastike në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Aloe vera ndihmon edhe në betejën kundër komplikacionit të akneve, për shkak të përmbajtjes së mirë të mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku. Ajo ka një rol kryesor në shëndetin e lëkurës, duke mbajtur larg kështu krijimin e akneve dhe duke ofruar lëkurës suaj një forcë më të mirë ushqyese. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një zgjidhje fantastike në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Aloe vera mund të paksojë dhimbjet. Aloe vera përmban shumë enzima, por një në veçanti është shumë më mirë në luftën në paksimin e dhimbjeve, duke siguruar kështu mbrojtjen më të mirë të lëkurës, gjithashtu edhe në mbajtje larg të komplikacioneve të tyre. Nëse doni që të keni një mbrojtje më të mirë, atëherë përdoreni aloe vera në mënyrë të rregullt. Aloe vera mund të përdoret për të rregulluar lëkurën tuaj nga dëmtimet e dimrit. Tohti shpesh shkakton problematika dhe shkatrim të qelizave, duke sjellë kështu dëmtim dhe hapje të lëkurës në ekspozim të saj. Fazat mund të ndikojnë gjithashtu edhe në krijimin e komplikacioneve. Aloe vera është një bimë fantastike edhe për rritjen e flokut. Aloe vera do të ndihmojë në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse japin aloe verës mundësinë që ajo të jetë një lëndë të mjaft e dobishme në balancimin e pH-it në flokun tuaj, duke rregulluar kështu rritjen e tyre dhe duke mbajtur edhe rezultate fantastike në shëndetin e saj. Duke përdorur vazhdimisht aloe vera në dietën tuaj, do të reduktoni gjithashtu luhatit e sheqerit në trup dhe do të siguroni një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Vaji aloe verës përmban shumë antioksidantë, vitaminën C, vitaminën E, proteina minerale, polisaridë, enzima, aminoacide dhe beta-karoten, çka do ta bëjnë atë në një produkt mjaft të rëndësishëm ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni më shumë nga bima aloe verës, atëherë mund të përdorni edhe vajin e saj, si një zgjidhje fantastike për shëndetin dhe gjithashtu ndikime pozitive në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Përdorimet të tilla të aloe verës do të bëjnë vërtet ndryshime pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vaji aloe verës mund të përdoret kundër shenjave dhe problemeve të stomakut. Vaji aloe verës ka avantazhe të mira kundër inflamacionit, ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm për të trajtuar sindromen e zorrës së irrituar, konstipacionin dhe refluksin e acidit. Kundër shenjave të lëkurës gjithashtu mund të përdorni aloe verën. Ky vaj ka përdorim potencial në lehtësimin e problemeve të lëkurës dhe ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e shenjave të tyre. Vaji aloe verës gjithashtu mund të përdoret për lehtësimin e mbajtjes së komplikacioneve në lëkurën tuaj. Nëse doni të keni një sistem imunitar më të fortë, atëherë mund të kombinoni vajin e aloe verës në dietën tuaj. Vaji aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës dhe diabetin. Ai mund të lehtësojë problemet e astmës dhe të forcojë imunitetin. Vaji aloe verës mund të përdoret gjithashtu edhe si një deodorant natyral, mjaft i rëndësishëm edhe për shëndetin e lëkurës suaj. Vaji aloe verës ka shumë të mira, ndaj ju mund ta përdorni si deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme, sidomos ato të trupit, dhe për më tepër, ky vaj mban nën kontroll edhe problemet e djersitjes. Mund ta aplikohet si vaj duke lyer zonat që djersitni më shumë dhe ta përdorni për të spërkatur atë në të njëjtën arsye. Aloe vera është një bimë fantastike e cila nëse përdoret si duhet dhe në kujdesin e duhur, mund t'i japë rezultate mjaft të mira ushqyese për shëndetin e lëkurës. Ndaj mos nguroni ta përdorni atë në të mirë të shëndetit dhe gjithashtu të lehtësoni komplikacionet e tyre, citonel të saj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.